Në muajin e fundit të vitit të kaluar, gjithsesi në dhjetor në hapësirat më të gjera të Tetovës, ka ndodhur gjithsesi 62 aksidente komunikacioni, ose 10 më pak në krahasim me të njëjtën periudhë kohore në të kaluarën. Në këto aksidente ose në 2 prej tyre, 2 njerëz kanë humbur jetën, përderisa në dhjetorin e kaluar është regjistruar vetëm një viktimë njerëzore. 4 aksidente kanë përfunduar me lëndime të rënda trupore, 21 me lëndime të lehta dhe 35 vetëm me dëm të shkaktuar material, i cili dëm në mënyrë kumulative llogaritet të jetë mbi 4 milion denar, ose parafërsisht 1 milion më shumë. Numri më i madh i aksidenteve ka ndodhur në rrugët e Tetovës, gjithsesi më tragjike ka qenë dita e martë. Në ndërkohë më shumë aksidente kanë ndodhur në periudhën kohore mes orës 14 dhe 16. Shkaku më i shpeshtë i aksidenteve të dhjetorit ka qenë mospërshtatja e shpejtësisë me kushtet në rrugë, saktësisht 17 aksidente. Më pas vijnë kryerja e veprimeve të parregullta, respektivisht 10, si dhe 7 aksidente kanë ndodhur si pasojë e mosrespektimit të përparësisë së kalimit. Në 6 aksidente pjesëmarrës të drejt për drejt kanë qenë këmbësorët, 10 aksidente janë shkaktuar nga kafshët, ndërsa janë evidentuar edhe 10 dalje nga rruga, si rezultati vozitjes së shpejtë, njofton policia e Tetovës. Në këtë periudhë, pjesëtarët e policisë të sektorit për punë të brendshme në Tetovë gjithsesi kanë kontrolluar 4187 automjete, pas çka janë zbuluar 1557 kundërvajtje të ndryshme. Kundërvajtjet e konstatuara në aktivitetet e kontrollit janë rrumbullaksuar, gjithsesi me ligj janë sankcionuar me 557 sanksione për kundërvajtje, 563 me flet pagesa për gjobë dhe 416 me vërejtje me shkrim. Nga kundërvajtjet më të shpeshta në dhjetor veçohen 134 automjete të paregjistruara, 169 vozitës pa leje për vozitje, 99 vozitës fillestar, 6 vozitës të cilët kanë drejtuar automjete duke pasur ndalesë për drejtimin automjeteve dhe 262 automjete të cilët gabimisht kanë qenë të parkuara, gjithsesi vozitës të cilët automjetet e tyre gabimisht i kanë parkuar.